Në këtë pjesë të dytë e emisionit jam me Dea Shublekën. Dea rikthehet në Artes. Faleminderit Dea. Faleminderit juve për ftesën. Të ndjekësh punën tënde dhe pastaj të kesh një bisedë të mirë me ty. Me ty bisedat janë gjithmonë të mira. Kënaqësia është e gjitha ime. Ekspozita Rëshqitje ka qëndruar për gati 20 ditë, 19 ditë në Qendrën e Artit Agimi. I ke ekspozuar aty, një ekspozitë e ndërtuar, si të thuash, nga hiçi, sepse nuk janë vetëm punët që ti bën në vetmi ti dhe noni. Prisim ta kishim sot këtu, po shpëtoi në momentin, rëshqiti në momentin e fundit. Jasona Noni, pra, ka qenë një duo, një ekspozitë në dyshe, bashkë me këtë shok tëndin të ri, të cilin unë e shikoja për herë të parë. E konceptuar me ju të dy rrinte mjaft mirë, ai me artin e tij të rrugës, me kulturën e rrugës e shprehur në përmjet grafitit, në një formë që është shumë intriguese, pra të fusësh artin e rrugës në një hapësirë, në një interier, galerie, kinemaje, siç është Qendra Agimi. Dhe pas kësaj rruge të vi intimiteti i dhomës tënde, të vi intimiteti i përditshmërisë tënde. E gjitha kjo më duk e qepur mirë, domethënë rrinin shumë mirë si marrëdhënie këto dy përmasa, nga hapësira e jashtme në ato të brendshme, edhe pse të dyja këto ishin në interier. Prej sa kohë është ke që mendon për Rëshqitjen, për këtë moment fluid të kalimit nga realiteti në imagjinat, nga praktika, ose nga konceptimi në praktikën e gjërave. Edhe si një gjendje dualiteti e jotja, apo jo? Pra, çfarë ka ngjizur si Rëshqitje, si punë? Si fillim, punët e mia fokusohen edhe marrin referencë nga e përditshmja, sigurisht. Edhe ngjyra e dhomës së gjumit na ndikon te ne, çdo gjë që na rrethon ndikon tek ne. Dhe Rëshqitje si formulim, edhe pse është një ndjesi edhe një tranzicion që ndodh gjatë gjithë kohës tek ne, nga një gjendje e asaj që ne quajmë realitet dhe asaj që ne krijojmë brenda vetes tonë, mori formë kohëve të fundit, duke e risjell bashkë me nonin në ekspozitën që ne kemi paraqitur tek Qendra Artit Agimi. Dhe siç thatë edhe ju, duke filluar nga interieri deri tek rrugët e rrëmujshme të Tiranës, kryesisht që ne e kemi risjell në këtë formë. Dea Rëshqet në atë moment të shenjtë e intim, aty ku është vetëm ajo dhe ajo, aty ku trupi dhe mendja lirohen nga mbetjet e padobishme, aty ku ndjesit transformohen, ku realiteti dhe imagjinata përplasen e shkrihen në një lëvizje të vazhdueshme. Një tualet shndrohet në hapësirë rituale, një vend shlirimi e reflektimi, një piknisje për teletransportime të pavedishme, drejt skenave që shfaqen, e treten, midis absurdit dhe së zakonshmes. Rutina e përditshme bëhet katalizatori i krijimit, një kompozim i shkujdesur skicash të shfrenuara, një ndrydhje e ironisë dhe realitetit, një eksplorim satirik i një përditshmërie që shpesh neglizhohet, por që në vetvete mbart gjithë thelbin e ekzistencës. Në këtë Rëshqitje, arti nuk është vetëm një proces, por një dëshmi e një përvoje trupore dhe mendore. Ky është një nga fragmentet që ti ke shkruar për prezantimin e kësaj ekspozite, e hapur në Qendrën Agimi nga 11 prilli deri në 30 prill. Më ndihmo ta zbulojmë bashkë satirike të kjo ekspozitë. Siç thash në fillim, është edhe me vizitorët e kam ndarë si instalacionin kryesor që ka qenë tualeti, e kam ndarë si tempullin tim të frymëzimit. Pse alla turka dhe jo alla frënga? Alla turke për të bërë kontrastin me luksin e sotëm, për të treguar. Dhe kjo ka qenë, domethënë, kam nisur aty ku ne nisim ditën,
për të pastruar dhe për të ndotur përsëri. Pra, është tempulli im, mbas edhe tempulli dhe të gjithë njerëzve, edhe pse mund të mos e përkufizojnë të tillë, por aty 20 dita, duke u pastruar, sepse njeriu është një cikël i pambarimt i pastrimit dhe ndotjes së vazhdueshme, dhe e solla në këtë lloj forme, domethënë për të treguar se arti fillon nga gjërat më bazike, nga funksionet më bazike të trupit tonë. Nuk është kur ti t'jesh gati, fillon edhe aty ku nuk je gati, fillon edhe aty ku ti sapo zgjohesh, edhe aty ku ti përballesh me realitetin, sepse duhet të jemi koshient të ndajmë realitetin me gjëra që ne krijojmë brenda vetes tonë, brenda mendjes tonë, për të jetuar një jetë të vërtet, jo një jetë të rreme, edhe pse ne e zbukurojmë atë me ndjesitë tona dhe me imagjinatën tonë. Por janë dy momente para se të shkosh tek instalacioni që ti përmende me VC-n, alla turka, dhe me serinë e fotografive të vendosura si në dy faqe muri, pra në këtë instalacion nëpër masa natyrale, deri diku, muri. Doja të thoja dhe fotografitë me që i përmëndet, fotografitë janë një proces i larjes së dhëmëve që thash përfaqëson edhe paralelizon dy momente që ndodhin atë lloj tempulli, pastrimi dhe ndotja. Po, përse ky elementi i televizionit, i ekranit, pra fotografitë janë vendosur në një seri, sikurse leduollet në këtë studio, në këtë emision? Në fakt, kjo më ka ndodhur shumë natyrshëm, edhe në punët e mia të më përparshme, që i sjellën një formë shumë narrative, edhe mbase kjo ndikuar edhe nga kinematografia e huaj. Për të treguar diçka, edhe pse është e palëvizshme, të krijon një lloj atmosfere ngjarjeje. Pjesën e skicave dhe simbolikave që unë përdor her pas here, edhe përdorimin edhe përfshirjen e kafshëve në skena të ndryshme, e sjell në formën për të, si thuash, për të ironizuar ato hipokrizinë në shoqërinë që ndodh. Domethënë, kafsha vepron ashtu i zhveshur nga turpi, i zhveshur nga çdo gjë. Edhe pse si instinkt njerëzor, njeriu e ka gjithmonë për të, si thuash, për të shfaqur diçka më tepër. Dhe krahas skicave kanë qenë edhe dy kukulla të realizuara. Unë kohëve të fundit, prej 2 vitesh, krijoj punime me argjil, krijoj personazhe që më vinë, domethënë janë shumë spontan. Krijoja skenat me kukullat me argjil, të formuara me argjil, inskenoja në stop motion, edhe këto 2 kukulla kanë ardhur si pasojë e një inskenimi në stop motion që titullohej Penetrimi solar. Kemi një diell mashkullor, dhe një shtëpi femërore. Po, të dyja personazhet kanë gjinin, janë të përcaktuara. Vendosura në një shtrat të kuq. Po. Shtëpinë e kam sjellur në gjinin femërore për të treguar se femra është shtëpia që strehon, që mban, dhe edhe si një hapësirë intime dhe personale, kurse dielli si një nxitje për ekzistencën e njerëzimit. Dhe të dyja këto i kam sjellë në bashkëpunim për të treguar se si ne ecim përpara. Pra shtëpia si një strehës, femra, dhe dielli nxitësi i kësaj jete. Është një gjuhë e shkrirë që ka brenda të pafajësi, po edhe këtë zotësi dhe aftësinë tënden për ta shprehur këtë përjetim që duket fëminor, ose këtë arketip modele për fytyrime të lashta, të vjetra. Do thosha këtë gjë që në vitet 70-80, prurja e shtratit të mundimeve, të shtratit intim, që shikon shumë gjëra, nga seksi tek vuajtja, tek lëngata, prurja e këtij objekti në një galeri arti nuk është gjëre për artistin bashkohor. Pisuari po ashtu ka hyrë në skenën e artit, ka 100
vite mos më shumë, pra, pisuari Dyshampit, ti nuk ke frikë nga prekja e modeleve nga të tjerë artistë para teje, pra të tjerë i kanë paraprirë, kanë qënë pararendës. Nuk është një referencë nga Dushamp, sepse Dushampi e solli atë në një galeri arti për të ironizuar artin. Kurse unë e solla atë për të treguar që arti lind edhe aty, edhe në proceset tona bazike të trupit tonë. Çdo punë e jotja respekton tjetrën që ka në krah, në atmosferë, në ngjyrë, në stil, në sarkazëm, po, që the. Mbi lavaman ti shikon ato skica që kanë, edhe materiali, çfarë materiali është ai? Ato janë printuar në? Po, janë të printuara në tekstil. Për mos sjell ato penelatën me bojra vaje ose akrilik. Edhe që mund ta varje aty thjesht. Po, edhe për të unifikuar pjesën e digitales që ishte me punët e nonit, të artistit tjetër. Kështu që dhe vendosja si një libër e këtyre imazheve intime. Si një libër për të shfletuar në vend të pasqyrës ishte vendosur ajo, prandaj ishte edhe lavamani poshtë, për të treguar se kur shohim veten në pasqyrë, shfaqen edhe këto skenat të ndryshme që i hasim kudo, qoftë edhe në shoqëri, qoftë edhe në familje, qoftë edhe në marrëdhëniet tona personale. Po. Dea, duke sikur ti nuk ke frikë ta thuash atë që mendon, pra ta thuash nëpërmjet Jo, nuk kam frikë nëpërmjet gjuhës pamore, apo selekton ndërkohë dhe arrin tek këto imazhe? Nga një herë tregohem shumë impulsive dhe nga një herë tregohem edhe shumë, si thua, shumë radikale në atë që them, sepse jam e drejtë për drejtë, edhe shumë njerëz mbase her pas here më cilësojnë edhe arrogante, nga që nuk më njohin plotësisht, po nga qasja kryesore. I shikojnë si arrogancë ato që ti ekspozon? Po, edhe mënyrën se si unë ekspozohem në artin tim. Që ka të bëjë më shumë me botën e intimiteti, me botën intime. Pikërisht. Dhe këtë shikojnë si shprehje arrogancës? Nuk e shikojnë si diçka më të thellë. Dhe për këtë më vjen keq, sepse njerëzit nuk gjithmonë marrin sipërfaqen dhe janë shumë të cekët. Nuk din të bëjnë dallimin ose të analizojnë apo të thellohen diku. Edhe Pararoja është një cikël revistash me krime, vepra të artistëve bashkohor, ti je pjesë e kësaj serie që drejton Olson Lamaj. Kjo ka dalë në 2024. Po. Kemi dhe një poezi tënde. Po. Edhe teksti i ekspozitës që kishe shkruar më bëri përshtypje. Ti ke një kulturë gjuhe, ke një pastërti gjuhe në të shprehur që është admirueshme. Jo gjithmonë e gjen tek artistët vizualë. Pra, po thosha, ti punon për një kohë të gjatë me botën intime? E shumë fishon gati në një obsesion për ta eksploruar, për ta analizuar, për të reflektuar mbi të. Dhe tani vjen në këtë ekspozitë një formë tjetër. Pra nuk është një tek e jotja, marrja me botën e intimitetit. Ti merr seriozisht me të. Ke arsye për ta bërë këtë gjë? Përveç se përpiqem, jam shumë e natyrshme në gjëra që krijoj dhe jam shumë e vërtet në atë që ndjej dhe dua të paraqes. Prandaj edhe kam përdorur imazhin tim si pjesë të artit, edhe si thuaç kam bërë performancat e mia në fotografi. Edhe zgjedhja për t'i sjellur ato në një instalacion ishte për të treguar një formë tjetër të kësaj qasje jetimës. Me Pararojën ku ke qenë së fundmi? Me Pararojën së fundmi kemi qenë tek panajeri i artit në Athinë, i librit të artit në Athinë, ku kemi prezantuar Erdha unë, fanzinën që ju keni në duar, dhe është përqafuar shumë nga publiku atje, duke qenë se marrë nga një artiste shqiptare është më shumë se sa e guximshme paraqitja dhe përdorja e intimitetit dhe fotove nudo. Që kemi marrë një feedback shumë të mirë. Dhe pjesa e poezive, si që thatë ju në fillim, unë jam ngjaj nga një herë edhe shumë fëmijërore dhe kjo jo pa qëllim, sepse unë dua ta ruaj fëmijën që kam brenda meje. Si noni? Si noni, po. Edhe pse noni s'është këtu për ta treguar edhe ai. Po, dy fjalë të lutem, pse ti e ndjen afër këtë artist për ta
të prezentuar së Nonin e bashku? ka ndjerë afër pikërisht për faktit të vërtetësisë që ai ka treguar. Edhe pse e njihja shumë pak si personazh, njoha më shumë nëpërmjet punës, sepse duhet thënë që njeriu njihet nëpërmjet punës në gjithë sferat e tij, në gjithë ato që e karakterizon si qenie. Dhe bëra mirë që e njoha Nonin, sepse tregon që edhe pse është një brez pak më i ri se sa unë, brezi i sotëm është shumë... Jeni shumë të rinj të dy. Po, por tani kohët ka ndryshuar edhe brezi nga brez ndryshon në shumë pak vite. Dhe duke qenë se Noni vjen nga një brez i teknologjisë shumë të rinj, janë të fokusuar më shumë në një botë që nuk ekziston dhe nuk e njohin botën reale. Kurse Noni është shumë i prekshëm në gjërat reale dhe është shumë i vërtet në ato që bën. Nisur kjo që nga personazhet që ka krijuar, që i ka qenë në fëmijëri, domethënë skicat kur ka qenë i vogël, ai i ka ruajtur, edhe tani i ka krijuar dhe i ka stilizuar në stilin e tij në pikturën digjitale. Dhe kjo më ka lidhur me Nonin, vërtetësia që ai ka dhe natyrshmëria që sjell në art. Atëherë themi dy fjalë, Jasona Noni është formuar në Liceun e Tiranës, ka ndjekur Akademinë Universitetin e Artave në Tiranë. Ai në këtë ekspozit paraqitet me një video animacion që titullohet Freedom, lirik, shumë poetik, edhe ai. Në fakt, do të thoja për pjesën e videos së Nonit, se fillim fare duke qenë gjithmonë e fokusuar... Është i realizimi 2024-ës. Po, e ka pasur diplom. Po, e ka punuar frame pas frame-i, mësova që janë dashur 2 muaj për ta realizuar në mënyrë artizanale gjithë animacioni, vizatimin dhe pastaj për ta animuar nëpërmjet. Edhe në fillim fare kur e kam parë si vepër e Nonit, Noni ka 2 shpirta që bashkohen, edhe unë mendova si veza dhe spermatozoiti për të sjellë në jetë, domethënë për të nënkuptuar Evën dhe Adamit. Ndërkohë që ai kishte komplet tjetër koncept për punën e tij. Edhe më bëri përshtypje se si, domethënë, funksionojnë 2 tipologji të ndryshëm artistësh. Po përputhet me punën tënde, me diellin mashkullore dhe shtëpinë femërore, më duket mua. Afrohen. Po Noni është pak më, si thua, pak më i butë në ato që paraqet. Po. Realisht është i butë, sepse një art si arti rrugës që ka brenda një lloj errësire, darku, agresiviteti, dhune në gjuhën e grafitit, po ashtu sloganet janë gjuha e tyre, domethënë fjalët janë shpesh të forta, të ashpra, goditse. Këtu nuk janë të tilla. Po, vinë më të sfumuara, vinë ashtu siç është Noni, domethënë siç thash në fillim është shumë i vërtet në ato që bën, edhe e sjell i jep gjithë shpirtin e tij në ato që paraqet në tablo. Ja, për shembull, për të përmendur disa nga fjalët, kids, keep it real, create, subconscious, free spirit, mbushur me mendime, vetëm fjalë në shqip që shikoj. Po, sepse Noni është, si thash fillim, është një brez i fokusuar totalisht nga kultura e huaj, edhe termat i përdorin edhe në zhargonin në përditshëm ju është bërë e natyrshme përdorimi i termave të huaj, edhe prandaj është më shumë i fokusuar te kjo gjë. Domethënë e paraqet, bën një miksim të gjërave. Interesantja nga ana vizuale tek pjesa e Nonit është që është piktura mbi një pikturë, se piktura mbi në një grafiti, ilustrimet, pikturat ilustrative të personazheve, të heronjve të tij të fëmijërisë, mbi muret që po ashtu janë bërë posaçërisht për këtë ekspozit, muret e grafitit. Pra është si një pikturë brenda pikturës. Pikërisht. Në fillim fare kur kam diskutuar me Nonin për paraqitjen dhe kurimin e ekspozitës, të cilin e kam marrë vetë përsipër, i thash, ke menduar si do t'i sjellësh në formë punimet e tua? Dhe paksa i tërhequr po thoshte që jo, nuk kam menduar diçka, edhe po ta lë ty në dorë. Edhe e gjithë pjesa e grafitit ishte për
ta bashkangjitur me gjithë instalacionin dhe punët e mia dhe për të risjell atë, siç tham në fillim, nga interieri në rrugë. Dhe kjo ishte një formë kompozimi për ta shfaqur dhe për përfaqësuar një pjesë të jetës së përditshme në rrugë. Prandaj edhe risollëm me grafitin. Kjo është një kulturë që Shqipëria ose qyteti shqiptar nuk e ka pasur. Jo, nuk e ka. Nuk e ka pasur, madje Nuk e ka. do duhej me çfarë tranzicion, me këtë tranzicion të gjatë që ka kaluar Shqipëria, gjuha e grafitit do duhet ishte më e pranishme. Si gjuhë e revoltës, e mos rënies dakord, e pakënaqësisë. Me sa duket, edhe kjo është që pse mungon ka një arsye, po të shikojmë mënyrën se si reagon, domethënë. Populli shqiptar, edhe kjo është tregues. Por kur shikon punën e Nonit, ti thua, nuk e kemi pasur, po ja mundësia për ta krijuar ekzistoka. Kjo ka qenë edhe një, si thuash, një thirrje për vizitorët, edhe për ardashësit, ose edhe jo, për të risjell diçka që nuk e kemi pjesë të kulturës tonë. Edhe pse ka artistë shumë të mirë rrugë, por që janë të fokusuar më shumë në ilustrimin e diçkaje fikse, jo në atë agresivitetin që përmban në thelb grafiti. Prandaj edhe kjo ka qenë një thirrje e qëllimshme e vënë nga ne. Po. Mbaj mend herën e fundit, herën tjetër që të kam pas në emision, të kam pyetur për të ndenjur apo për të ikur. Mundësitë e tua, dëshira jote për të qëndruar në Shqipëri apo për të larguar prej këtej, dhe më ke thënë jo, ke pasur një siguri gati absolute. Nuk e di, e ke akoma? Sigurisht që e kam akoma. Unë gjithmonë jam besnike ndjesive dhe mendimeve të mia. Sepse kjo lind për të kontribuar në vendin tënd. Edhe pavarësisht se është shumë e vështirë, pavarësisht se do hasim pafund të pengesa, po pafund kritika, si në rastin ton që jo çdo gjë përqafohet, sepse për ne duhet thënë që nuk janë gjëra që i kanë përjetuar ose i kanë me kohën. Dhe me thënë, është shumë gjë e re për to. Për shumë pak vite po shfaqet në publik. Kështu që mendoj që këtu do jem. Dhe këtu do vazhdoj të bëj gjën time. Ta rimora si pyetje sepse fakti që ti hyre, aplikove, e ndërtove vetë projektin, aplikove në Ministrinë e Kulturës, fitove, i ndenje në kokë sa gjë nga fillimi deri në fund. Më provon pak a shumë atë vullnetin tënd për t'i shkuar gjërave deri në fund. Këtu, në këtë vend, kështu, siç është ky vend. Po, edhe unë me shumë pasiguri, me shumë, si thuash, me shumë sforcim për ta arritur si gjë. Por këmbgulja për ta çuar deri në fund e finalizon. Dhe unë të falenderoj shumë që ishe sot këtu, ekspozita është mbyllur e megjithatë me këtë program besoj e kemi mbajtur të hapur më gjatë për sytë e publikut punën e mrekullueshme që ti dhe Noni prezantuat në Rrëshqitje. Mesia është gjithmonë e një. Faleminderit. Faleminderit ju.